Alhamdulillahi Rabbil Alamin, wa salatu wa salamu ala al-mab'uthi rahmatan lil alamin, Muhammad bin Abdillah sallallahu alaihi wa sallam wa ala baqiyati sahabati wa tabi'in ridwanullahi ta'ala alaihim ajma'in. Falendrojmë Allahun fuqiplot, mëshiruesin, mëshirbërësin, Allahun e falendrojmë, Allahun e adhurojmë, Allahun e madhurojmë, për Allahut ndihmë dhe falje kërkojmë. Salavat dhe selamet Muhammed Mustafa sallallahu alaihi wa sallam ja dërgojmë, familjes së tij, shokëve të tij dhe mbi të gjithë ata të cilët rrugën e tij e pasojnë. Të dashur vëllezër, ju që jeni prezent dhe të tjerë të cilët do ta dëgjojnë këtë ligjërat vëllezër motra përmes rrjeteve sociale, lutim Allahun fuqiplot që në rrugën e drejtë të na drejton, me dituri të dobishme të na furnizon, evladët tanë në rrugën e drejtë e të khairit t'ju uzon, lutem Allahun azza wa jall që me nafaq të halalit Allahu të na furnizon, prej gjërave të këqija Allahu të na mbron. Varet tona dhe varet të vdekurve tanë, Allahu kopsh prej kopshteve të xhenetit u avon, Jannatul Firdaus me Muhammedin sallallahu alaihi wasallam, Allahu të na bashkon. Vëllezër, Allahu fuqiplot në librin e tij familjart ka cekur shtëpitë e tij. Dhe kur i ka cekur shtëpitë e tij, ka cekur vlerën e shtëpive të tij. Gjithashtu edhe pejgamberi sallallahu alaihi wasallam në shumë hadithe na ka treguar, na ka porositur, na ka qartësuar e sqaruar vlerën dhe rëndësinë e xhamive. Shtëpitë e Allahut janë xhamit. Dhe kur përmendim shtëpitë e Allahut, janë xhamit. Thot Allahu subhanahu wa ta'ala: "Wa anna al-masajida lillah, fala tad'u ma Allahi ahada." Dhe se xhamit janë për Allahun, janë të Allahut, andaj mos adhuro dikë tjetër. Mos i bon rivalitet, shok Allahu subhanahu wa ta'ala, mos adhuro dikë tjetër pos Allahut azza wa jall. Thot Allahu subhanahu wa ta'ala: "Innama ya'muru masajid Allahi man amana billahi wal yawmil akhir." Vërtet, kujdesen, i mirëmbajnë shtëpitë e Allahut fuqiplot ata të cilët besojnë në Allah në ditën e ahiretit. Wa aqamu s-salah, falin namazin, wa atu z-zakat, japin zakatin, wa lam yakhsha ila Allah, dhe nuk i friksohen kur kujt tjetër pos Allahut fuqiplot. Thot pejgamberi sallallahu alaihi wasallam: "Habbul biladi ila Allahi masajiduha." Vendet ose qytetet ose vendet më të dashura tek Allahu janë xhamit. Vendet më të dashura tek Allahu janë xhamit. Wa abghadul biladi inda Allahi aswaquha. Kurse vendet më të urrejtura tek Allahu janë tregjet. Xhamia është vendi më i dashur tek Allahu sepse është vendi i vetëm që duhet të shfrytëzohet. Sa shfrytëzohet është diçka tjetër. Sa shfrytëzohen xhamit është diçka tjetër, sepse ne jetojmë në kohën ku ka një garim të madh mes besimtarëve për ndërtimin e xhamive sa më të bukura e sa më të mëdha. Por sa u jepet haku xhamive, kjo është diçka tjetër. Dhe sa i mirë menaxhojmë xhamit si shtëpitë e Allahut subhanahu wa taala është diçka tjetër. Andaj xhamit si vende më të dashura tek Allahu subhanahu wa taala konsiderohen për shkak se janë vende të vetme ku duhet dhe përdoren për përmendjen e Allahut fuqiplot, për adhurimin e Allahut subhanahu wa taala. Ku në të cilin vend nuk ka një qëllim interes personal, por aty vjen thjesht pastër me një zemër të sinqert pastër, vjen për ta qetësuar, pastruar shpirtin tënd dhe për të kërkuar falje dhe për t'ju përkulur Allahut subhanahu wa taala. Kurse tregjet janë vende më të urrejtura tek Allahu sepse janë vende ku më së pakti përmendet Allahu. Sepse ato janë vende ku njerëzit janë të angazhuar me dynjallëk. Sa është, sa kushton, a mundet ma lira, a mundet ma shtrenjte. Pra, më gjajt, më të majt, vetëm gjëra tërheqëse, çka kanë të bëjë me këtë botë, me këtë dynja, edhe prandaj aty nuk shkon mendja kollaj njeriu që ta kujton, që ta përmendë Allahun fuqiplot. Vetë prezenca jote këtu në këtë vend është adhurim, edhe hiç mos me thanë kur gjë, vetëm qërin është adhurim. Vetëm qërin është adhurim. Nevoja për të shkuar në treg, po, ekziston. Masi që kemi nevojë dhe duhet shkojmë të blejmë. Nevoja, gjëra që ne nevojiten për ne si familje,
Atëherë pejgamberi sallallahu alaihi wasallam na ka mësuar diçka, nëse e themi, Allahu do të na ndërtoni shtëpinë në xhenet. Pse? Sepse është vendi ku më së pakti njerëzit e përmendin Allahun dhe aty mirë është dhe ka një vlerë të madhe nëse thuhet la ilaha illa Allahu wahdahu la sharika la, lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa ala kulli shay'in qadir. Kush e thot këtë fjalë në treg, Allahu atij e ndërton një shtëpi në xhenet. Pse? Për shkak se është vendi ku më së pakti përmendet Allahu dhe vendi ku më së pakti përmendet Allahu, ti ai që e përmend Allahun. Vendi ku nuk u shkon mend njerëzve për ta përmendur Allahun, ty shkon ndërmend dhe përmend Allahun fuqiplot. Andaj shpërblimi është i madh dhe Allahu ta ndërton një shtëpi në xhenet për shkak të këtij akti ose gjesti që e bën në atë vend. Duke qenë se xhamit janë vendet më të dashura për Allahun dhe tek Allahu, nuk është edhe çuditshme që për ndërtimin e tyre, për ndërtimin e xhamive janë premtuar shpërblime të mëdha. Prandaj edhe kontribuohet, jepet, ndërtohen xhami. Alhamdulillah, dhe në këtë aspekt vëllezërit tanë, shoqëria jonë është një shoqëri që alhamdulillah edhe me atë dobësinë e fetarisë që e kanë për të sëri, e kanë atë gatishmërinë shpirtërore për t'i ndihmuar xhamin shtëpitë Allahu subhanahu wa taala, dhe si qeni dëshmitar, shumë xhami që janë ndërtuar janë blerë Zvicër, dëgjon ka dhënë 300.000, ka dhënë 500.000, ka dhënë 1 milion, ka dhënë 100.000, domethënë një shumë e madhe të hollave, edhe pse ndoshta mund të jetë një person që i fal disa namazë ose ndoshta vetëm një xhumë, ama ja ka një dëshirë të flakt madhe që të kontribuon rrugët e Allahut subhanahu wa taala dhe kontribuojnë në këtë drejtim. Edhe prandaj Allahu subhanahu wa taala në realitet pejgamberi sallallahu alaihi wasallam cek vlerën e atij që kujdeset, se kujdesshmëria ndaj shtëpive të Allahut mund të jetë në aspektin ekonomik, mund të jetë në aspektin me pjesëmarrje, se dikush prej së larti merr pjesë për ndërtimin e xhamia, ama ai sunjet 5 kohë namaz aty, se jeton me një vend tjetër. Pra ai është kujdesur për shtëpinë në aspektin ekonomik, material. Kurse ti je këtu, ja për xhamin, po s'ke mundësi të kontribuosh, por ke mundësi të kontribuosh me pjesëmarrjen tënde, me prezencën tënde. Por nëse pos kësaj, po ti ke mundësi edhe me mirëmbajtjen, me pastrimin e xhamisë, pra ata të cilët kujdesen për shtëpitë e Allahut, vërtet kujdesen ata që besojnë në Allah në ahiret, në mënyra të ndryshme. Jo vetëm dikush që jep, ose jep, po dikush s'ka mundësi të japë, ama e ka mundësinë në aspektin tjetër, ose dikush jep, po nuk është aty, është larg. Por xhamia për kë është bo, për kë është ndërtuar, ose për cilët ndërtohen xhamit dhe hapen? Për njerëzit, për besimtarë, për muslimanët, për të marrur pjesë në ato vende, për ta madhruar Allahun fuqiplot, sepse nuk ka vende më të mira, më të rahatshme se shtëpitë e Allahut. E wallahi, e billahi, e tallahi, këtë rahati, këtë qetësi shpirtërore që ndjen tash për moment këtu, nuk e gjejnë vend tjetër. Vetëm që nuk dëgjon zhurmë, vetëm që nuk dëgjon muhabete, thashë theme kjo mjafton për shpirtin tënd. Po paramendoj kur dëgjon edhe një ligjërat, kur ta falësh namazin, po kur të bësh një dhikr, kur ta përmendish Allahun subhanahu wa taala, pra qetësi, kënaqësi dhe pastrimi i shpirtave tanë. Thot pejgamberi sallallahu alaihi wasallam: "Men bana masjidan lillahi bana Allahu lahu fil jannati mithla." Kush ndërton një shtëpi për hir të Allahut, Allahu ja ndërton një jetë dhe atij në xhenet. Një jetë sikur ajo. Qysh i ndërton këtë dynjë, një jetë ashtu edhe Allahu ja ndërton atij një shtëpi në xhenet. Pra kjo dëshmon dhe tregon vlerën, rëndësinë e ndërtimit të xhamive. Allahu subhanahu wa taala na ka nxitur dhe na nxit për t'i dashur dhe respektuar xhamit. Xhamit nuk e vetëm që të ndërtohen edhe filan pas dore, ose i ndërtu mi bon, pastaj s'ka kush i pastron, ose nuk. Shumë xhami janë ndërtu, po pastaj s'u hysh në për ato xhami. Ka shumë njerëz kanë kontribu, pastaj i kanë shëndru në klube, i kanë shëndru në vende ku në vetë që të madhruhet Allahu, aty më katuhet Allahu. A njerëzit kanë kontribu për xhami, nëse para shumë vjet njerëzit, pse kanë, për shumë 1.650.000 është blerë kjo xhami. Pse kanë dhënë njerëzit? Për kë kanë dhënë? Kanë dhënë për xhami. Për xhami, e jo ta shndrojmë këtë vend në diçka tjetër. Po kjo është përgjegjësi para Allahut subhanahu wa taala dhe nuk luhet me emanetin dhe nuk luhet me vakëfin, që këto janë vende të rëndësishme dhe nuk luhet me këto vende veçanërisht për shkak se përgjegjësia është e madhe para Allahut fuqiplot. Kështu që Allahu na porosit që ne t'i respektojmë këto vende, të kujdesemi ndaj këtyre vendeve, t'i duhemi këto vende. Pse duhet t'i duhemi këto vende?
sepse janë shtëpitë e Allahut. Kur themi shtëpitë e Allahut, e ke parasysh. Ti sa e don shtëpinë tënde dhe sa kujdesesh për shtëpinë tënde dhe sa e rregullon shtëpinë tënde, po sa ke harxhu për shtëpinë tënde, sa gjëra ke vendu shtëpinë tënde, pse? Sepse e don si vatan. Po shtëpia jote nuk është më mirë se shtëpia e Allahut. Edhe ti nuk japish më shumë vlerë shtëpisë tënde se shtëpisë e Allahut. Edhe këto vende xhamit duhet dashur më shumë se çdo vend tjetër. Ai që e don xhamin, kujdeset ndaj xhamisë. E kur e shohësh se një njeriu është i angazhuar me xhamin dhe për xhamin dije se ai e don xhamin, e don shtëpinë e Allahut. E kë e don shtëpinë e Allahut, ai e don Allahun. Kush e don shtëpinë e Allahut, ajo është shenjë se ai e don Allahun. E kur ta dush Allahun, dije se Allahu do don ty. Ama kur një njeri vjen në xhami, por i bën punë më të zeza në xhami, i keq përdor xhamit, sillet keq në xhami, dije se ai nuk është i mirë se ardhur dhe si musafir i mirë në shtëpinë e Allahut te bareke ve taala. Prandaj duhet t'i duam këto vende, sepse janë vende ku përmendet emri i Allahut. Janë vende ku përmendet emri i Allahut. Dhe për këtë janë ndërtu. Janë vende ku adhurohet Allahu, ku lexohet Kurani, ku përhapet dija e vërtet, dija islame. Thot Allahu azza xal, "Dhalika wa man yu'azzim sha'air Allahi fa innaha min taqwa al-qulub." Kush i madhron shenjat e Allahut, kjo është prej devotshmërisë së zemrave. Kjo tregon se njeriu është i devotshëm kur e madhron një vend. Këto vende duhet madhruar, duhet konsideruar si vende të rëndësishme, vende që duhet kujdesemi, e kjo është prej shenjave se ky njeriu është i devotshëm. Ka devotshmëri. Por kur një njeri fjalët më të zeza, më të pista i përdor në xhami, shan fyën në xhami, përgojon në xhami, s'ka gajle se ku ndodhet, se atë çka bën jashtë bën edhe xhami. Ai njeri na tregon se nuk është i devotshëm. Dhe se nuk është si një musafir i mirëpritur për anës të Allahut te bareke ve taala. Se në shtëpinë time unë s'lejoj ti të çajsh. E të përdorish fjalë të dyta. E me të ngu familja ime. Askush nuk lejon. Se e prek në namus. Ti me shku musafirit e dikush edhe me grizane dhe me sha aty me përdor fjalë të pista. Ta qel, jo derën, po ta qel dritarë, thot. Hidhu për dritarë mos pafsha këtu. E jo në shtëpinë e Allahut. Po e mësu njerëzit, a xhamit e shtëpia e Allahut, dhe nuk është e jotja, është shtëpia e Allahut, shtëpia e Allahut, ti thot mos më përzimu, po edhe mos haro se shtëpitë e Allahut kanë përgjegjës. Ka njerëz caktuar përgjegjës, siç janë kryesitë e xhamive, siç janë hoxhallarët, veçanërisht në xhami, që janë të angazhuar, janë përgjegjës për xhamin. Edhe se çdo kush vjen në xhami dhe sillet dhe bën në xhami si më don, atëherë ai nuk është i kujdesshëm dhe nuk i respekton shtëpitë e Allahut fuqiplot. Fi buyutin adhina Allahu an turfa, në shtëpinë në xhami, pra që Allahu ka lejuar të ngrihet dhe të përmendet emri i tij. An turfa yuzkar ismuh. Pra shtëpitë, xhamit janë shtëpitë e Allahut ku Allahu ka lejuar të përmendet dhe ngrihet lart emri i tij. La ilaha illallah, Muhammadur Rasulullah, Kur'an, dije, ligjërata, tribuna, seminare, mësim lexim të nxënësve, kështu me radhë. Për këto gjëra janë xhamit. Për gjëra tjera jo. Kush kërkon në xhami diçka tjetër pas këtyre ai ka gabuar atëherë. Ka gabuar, se s'janë xhamit për gjëra tjera. S'janë xhamit për tubime politike. Nuk janë xhamit për çështje personale, nuk janë xhamit për përfitime personale. Nuk janë vende, janë shtëpitë Allahut ku janë ndërtuar dhe duhet konsideruar si vende të veçanta dhe të shenjta. Se janë shtëpitë Allahut fuqiplot. Thot pejgamberi sallallahu alaihi wasallam në një hadith, al-masjidu baytu kulli mu'min. Xhamia është shtëpi e çdo besimtari. Që beson në Allah, më thënë ndjen vetes si shtëpi. Qetë, rahat. Shtëpia jote, si do me kanë, si kujdesesh, e pse kur vjen në xhami kështu nuk kujdesesh për xhamin, si merr abdes, si jelen vendin ku morë abdes, e xhamia, pastërtia në xhami. Një bërllog me lanë në shtëpi, ta çan kryen gruaja derisa ta marrësh bërllogin ta hedhish për jashtë. Po këtu bërllogjet, sende gjëra të cilat i ham i pim, kush duhet t'i marrë hedhë dhe ta pastron xhamin. Kuptojnë vëllezër se kjo është një detyrë
individuale, një detyrë çdo kujt, dhe që dëshmon imanin, dhe që dëshmon dashurinë e robit dhe shtëpive të Allahut te bareke ve teala. Dhe xhamati si xhamat nuk do të presë që hoxha ti thotë apo e pastrojmë me pak, apo e bëjmë kët. Jo. Çdo kush e dim, ne e dim se si është pastërtia dhe si duhet të jetë pastërtia dhe si duhet të mirëmbahen shtëpitë e Allahut fuqiplot. Pastrimi dhe parfumimi i xhamive është nga veprat më të mira, me të cilët afrohet njeriu tek Allahu te bareke ve teala. Prandaj duhet kujdesemi për pastërtinë e xhamive dhe të mos i ndotim shtëpitë e Allahut fuqiplot. Pejgamberi sallallahu alaihi wasallam siç e nxjerr Abu Davudi, pejgamberi sallallahu alaihi wasallam thot Aisha radhiyallahu anha na urdhëronte që të pastrohet dhe të parfymose xhamia. Na urdhëronte që të pastrohet dhe të parfymose xhamia. Ne dini një burr i cili e pastronte xhamin 2-3 ditë se kishte pa pejgamberi sallallahu alaihi wasallam dhe pyet sahabët ku është filani, i thanë vdiqë ya Rasulullah. Pa i tregu pejgamberit sallallahu alaihi wasallam se ka vdekur. E tha pejgamberi sallallahu alaihi wasallam, as po më tregut? Po ja sa nuk deshim të shqetësonim. Edhe me njërë tha pejgamberi sa më tregoni ku është vari i tij, shkoj dhe ja fali namazin e xhenazës atje. Dhe kjo është si argument se nëse dikujt nuk ja ke fal xhenazën, si për shembull si gurbeçar, nëse ka vdekur një afër, një familjar atje, dhe ata ja kanë fal xhenazën, ti se ke fal, ti mund të shkosh te vari i tij dhe t'ja falish namazin e xhenazës. Pra shkoi pejgamberi sallallahu alaihi wasallam, ja fali namazin e xhenazës. Që shkoj t'ja fal, nuk e bëri këtë për të tjerët pejgamberi sallallahu alaihi wasallam, e bëri për këtë që tregon rëndësinë e këtij personi që kujdeset për shtëpitë e Allahut. Përmes këtij veprimi pejgamberi sallallahu alaihi wasallam deshte sahabëve dhe neve na tregon se sa rëndësi ka njeriu që i pastron xhamit. Sa rëndësi ka një njeri që i pastron toaletet, hamamet e xhamisë. Sa rëndësi ka. Sa që shkoi të fal namazin e xhenazës te varrezat. Pse? Për shkak se ishte person që kujdesiste për shtëpinë e Allahut te bareke ve teala. Kujdesi i veçantë për pastrimin e xhamisë, sidomos ditën e xumë, me aromë të pastër, jo me aromë të keqe, me erë duhani, siç fatkeqësisht jemi të sprovuar si xhamat, ku shumica e vëllezërve janë duhanpirës, pinë duhanin, edhe vinë në xhami, vinë me një aromë të keqe, se është e keqe. Askush nuk thotë aroma e cigares është e mirë. Me një aromë të keqe. Duhanin e pinë jashtë, me njënën me kamën e djathtë, mrenda xhami, kamën e majtë e ka jashtë, dhe don ta kryjnë mos t'i shkon kot cigare, dhe valla këtë kam pa me sytë e mia kam pa. Këtë kam pa në xhamia, në këtu, te ne atje në fshat, kamën e djathtë mrenda, kamën e majtë jashtë, mos t'i shkon kot edhe pakat filterin ta prejke, se ma lezet e kanë më duket kur ka pat filterin i cigarës, edhe e gjunë cigaren, ama krejt tymin mrenda lëshon në xhami. Tamam? Edhe ta shkynë në xhami, hynë me atë aromë me atë erë. Vjen hynë në xhami për të dalur para Allahut dhe për të adhuruar Allah. E pejgamberi sallallahu alaihi wasallam ka thënë inna Allaha tayyibun la yaqbalu illa tayyiba. Allahu është i bukur dhe nuk pranon përposë një gjë që është e bukur. Nëse një gjë është e ndytur, është e pistë, nuk e pranon. E çdo kush që pin duhan dhe del para Allahut me aromë të duhanit, duhet t'i folë vetvetit për dispozitën e namazit dhe çka të veprojmë. O çka i këshillë vëllezërit, së paku barem gjysë ore, një orë mos me pi duhan, s'paku. Dhe kjo nuk është me person, kjo është krejt, xhamati tonë jenë sprovu me krejt pin duhan, subhanallah, se me folë një xhallarët, më shumë për këtë temë kina me met vetna për xhami, se krejt xhamatin i kina duhanxhi. E ma në fund kina me met vet, krejt xhamati kanë me nahik. Edhe tema që masa shumë ti mundesh me i prejk njerëzit është cigaret e duhanit. Pse? Për shkak se diçka që thot, astaghfirullah, një fjalë që thot gruën e la duhanin se la. Shpesh kjo përdoret, thot gruën e la duhanin se la. Subhanallah, një qafi me duhanin me cigaren, pas ke qenë me forcë me gruën e tij. Por arsyeja me të cilën arsyetojnë njerëzit se sunë la duhanin është e papranueshme, për shkak se pejgamberi sallallahu alaihi wasallam ka thënë: "Ma nahaytukum anhu fajtanibuhu", atë që ua kam daluar lereni. Largoni. Nuk ka thënë nëse keni mundësi, ka thënë leneni.
Wa ma amartukum bihi fa'tu minhu mastata'tum. Ajo për të cilën u kam urdhëruar, bëjeni sipas mundësisë. Nëse nuk mundesh të falesh në kam, ulur. Nëse jo ulur, shtrit. Sipas mundësisë. Nëse je smut, je udhëtar, në Ramazan nuk do të agjyrosh. Ama për lërjen e gjunave, s'ka arsye, s'ka justifikim. Nuk ka justifikim. Kretë ka të bëj me imanin, ka të bëj me psikën e personit e njeriut. Tamam? Për Ramazan, qysh s'ke i gajle, s'ke i dert, mund të pish, shpirti ma din hoxha. Shpirti ta din, për shkak se lishmëria jote me Allahun është e dobët, nuk është e fort. Kur tjetë e fort, për hirtë Allahut len gjithçka, për hirtë Allahut mundësine e ketë lash gjithçka që është e keqe, sepse ti ke më u llogarit, do të llogaritesh. Ty duket e vogël, ama te Allahu është e madhe. Ti nuk e din cili gjuna mund t'jetë sebeb që shkosh në xhenem, as që e din cili sevap mund t'jetë sebeb që shkosh në xhenet. Mos e zvogloni gjë që te Allahu është e madhe. Abdullah bin Mesudi ka thënë radhiyallahu anhu, ka thënë boni do gjuna në kohën tuaj, në kohën e pejgamberit sallallahu alaihi wasallam, që ato gjuna kur i bonim mendonim si ishim ulur afër një kodre dhe mendonim se ajo kodre do të na mbirë mbi kokat tona. Ç'është shumë e madhe. Kur të folim xhamati, ai që shkitjet puna për cigare, ola jam. Po ti ta në ymrin e të falë namaz me cigare. Ta në ymrin e të falë namaz me cigare. E të dalë para Allahut me një aromë nga e cila dëmtohen engjujt dhe njerëzit. Pejgamberi sallallahu alajhi wasallam ka thënë, nga çdo aromë që dëmtohen njerëzit, dëmtohen edhe engjujt. Pejgamberi sallallahu alajhi wasallam ka thënë, men akala thawma wal basal fala yuqarribu musallana. Kush han qep ose udër, të mos i afrohet xhamis. Ai që ka hangër qep dhe udër duhet të qëndron në shtëpi, namazin ta falë me gratë në shtëpi. Për shkak të qepës udrës. Po cigares, qep udrë është halal. Është e mirë për shëndetin, por vetëm për shkak të aromës. Për shkak të aromës sepse e pengon tjetrin. Edhe pse është e mirë, po e pengon me aromën tjetrin. Pra duhet hash, ama nëse han, ke parasysh mos ta kesh atë aromë. Por nëse ke diçka do një mjet që ja up aromën dhe më ta kur të vish në xhami, s'është ajo aromë, mund të vish, nuk është problem. Sepse qëllimi është aroma. Po duhanit që e ke pi 1 minutë para namazit, çu ja up aromën? E vallahi kur falemi, edhe kur më fryn mu këtu, unë e jekat atë erën e cigares. E sa mund të koncentrohesh në namaz. Pse? Për shkak se subhanallah suni thumi shejtanit jo. Transmetohet sahabët kur i ka ardhur dikujt qep udhra e kanë largu pi xhamisë, e kanë qujtë te varrezët Baqi që janë aty nga xhamisë. Sot ku do t'i qojmë ata që pinë duhan, duhet me qu te lagari aty deri te stacioni i trenit me i largu sepse shumë po pinë, shumë janë, ama shumë janë. Po Allah u zot vëllezërit të gjithë edhe neve. Kështu që i këshillojmë vëllezërit të mos kesh përdoren dhe të mos kesh kuptojnë këto fjalë të cilat i themi, se dobësinë e të dobët jemi të gjithë, dhe gjunahe kemi të gjithë, perfekt është vetëm Allahu subhanahu wa taala, por e shfrytëzoj rastin pakës të ngjallim atë vetdijen të vëllezërit, sepse ta në ymrin fal namaz, e del para Allahut me këtë aromë dhe mos me mujt me duru 30 minuta, 1 orë, e po kur durojsh 30 minuta, 1 orë, do në Allah me kalimin e kohës do ta lash. Sepse do ta kuptosh se ke mundësi ta vonosh që ta lash. Kështu që shteti thot, ligji thot vend publik të mos pi duhani. Mjeku shka te mjeku thot mos pi duhan, se ke punën mirë. Hoxha thot mos hajde xhami me erë duhani, se si ke punë mirë. Po atëherë tash kush si ka punë të mirë? Shteti, mjeku, hoxha apo ti si ke punë mirë? Tash kush nuk është e rregull. Pa, tash duhet kuptohet e realiteti dhe duhet të vedisohemi, është diçka e keqe, e dëmshme, u hurrimet aleikumul khaba'ith. Dhe u janë ndaluar juve fllëcirat, ajo është nga fllëcirat. Kur kush se nis me bismillah, ai bismillah. Asnjë s'kam dëgjuar asnjë me thënë bismillah. As në fund kur e kryjm me thënë elhamdulillah. Po e kryjm vetëm me gjuhën që kështu. Kush gjuhet një gjë e keqe. Bukën në ushqim të halalit nuk e gjujmë, nuk e hedhim, për shkak se është gjë halal, është e mirë. Ama gjëja flishte, pis gjuhet. Pra e fillojmë pa bismillah, e përfundojmë pa elhamdulillah, e ma fundësi mos me fol, mos me cekët. 3, 4, 5 persona me ardhë me këtë aromë, këtë xhamia me atë aromë. E sot xhami, subhanallah, po veç ka është më e keqa, edhe me lanë venën xhami ku me u konsumu duhani, kjo shumë e keqe. Edhe nuk mund të pajtohem me këtë për shkak se kjo kundërshtohet me rregullat fetare.
kundërshtojnë me rregullat fetare. Xhamit janë për të adhuruar, madhruar Allahun, jo për konsumim të gjërave që kanë aromë të keqe. Nuk lejohet të hyhet në xhami, siç tham, ai që ka erë të keqe, edhe nga gjërat e papëlqyera në xhami janë gjithashtu shitblerja. Shitblerja, kërkimi i sendeve të humbura, recitimi i poezive të papërshtatshme. Pra shitblerja, xhamit nuk janë për shitblerje, për biznis. E gjithashtu në xhami nëse ke humb diçka, nuk ke të lejuar të thosh mos keni pa be një orë, një xhaket, diçka, një fanulle kam humb, nuk lejohet. I shqetëson namazlit. Vetë kërkojnë, interesu shikosh. Gjithashtu recitimi i poezive të papërshtatshme. Poezi që kanë të bënë me islamin, rritje të imanit, përputhshmëri me Kur'ani dhe Suneti nuk është problem, por të papërshtatshme, për shembull me lavdru një zullumçar në xhami ose me fol, me recitu poezi për një person i prishur dhe kështu me radhë, nuk lejohet. Nuk lejohet. Pejgamberi sallallahu alaihi wasallam ka thënë nëse dikush e kërkon në xhami diçka që i ka hupur, lirisht thuj atij la raddaha Allahu alejk, Allahu mos ta ktheft. Mos ta mundsoft Allahu ta gjesh. Nëse dikush në xhami hyn dhe thot mos më keni gjetë be orën, atij i thuhet la raddaha Allahu alejk, mos e gjesh. Inshallah nuk e gjen. Çka është për qëllim këtu? Këtu është për qëllim këtu tregon në ngritjen e zërit dhe në pengesë që u bëhet namazfalësve. Se dikush fal namaz ti thoj mos më ke shpa orën. Ajo ka thënë Allahu, ti thoj orën më ke pa. Po është bëj ibadet Allahu subhanahu wa taala. Nëse ka humb diçka ose kërkoj vet, ama jo xhamati të angazhosh me këtë gjë, nuk lejohet. Nuk lejohet. Në xhami ka etika. Ka mënyra të sjelljes se si duhet të sjellet një besimtar, por e cila normal është një temë në vetë. Ne me kaq do ta ndërpresim dhe do të përfundojmë duke lutur Allahun subhanahu wa taala që të na udhëzon, të na forcon me dituritë të dobishme, të na furnizon dhe të na mundson që ti trajtojmë dhe ti konsiderojmë xhamit si vende më të bukura, më të mira, të vlefshme e të rëndësishme dhe të hapim hakun xhamive sepse xhamit do të dëshmojnë për ne ose kundër nesh në ditën e ahiretit. Mos harrojmë se xhamit do të na kërkojnë hakun nëse nuk ua kemi dhënë hakun xhamive. Xhamit do të na kërkojnë hakun në ditën e ahiretit. Këto xhami do të dëshmojnë sot sante që ti je këtu prezant. Kjo xhami për ty do të flasë, që ky vend aty ku je ulur, do të flasë për ty në ahiret se ke prezantuar, ke marr pjesë. Mos harro kët. Ama edhe mos prezenca jote nuk e dëshmon xhamia prezencën tënde se ke qenë jo prezant. Andaj sa më shumë prezantoni në shtëpitë e Allahut, merrni pjesë, adhurojeni Allahun dhe afrohuni sa më afër Allahut, veçanërisht përmes tyre vendeve të pastra të mira. Nga aromë të pastër, të veçanta dhe të dashura tek Allahu subhanahu wa ta'ala. Aqulu qawli hadha wa akhiru dawana alhamdulillahi rabbil alamin.